Ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri dorëzoi kryeministrit Rama progres raportin në salinë e qeverisë në Tiranë, nga ku të dy përfaqësuesit e lartë mbajtën një konferencë përshtyp ku ju përgjigjen edhe interesimit të gazetarëve. Raporti i këtij viti publikohet në një moment shumë të rëndësishëm për procesin e integrimit të Shqipërisë në BE. 5 nga 6 grup kapitujt negociues tashmë janë hapur dhe po punohet për hapjen e grup kapitullit të fundit. E gjithë kjo është arritur me një shpejtësi të jashtëzakonshme dhe dëshiroj të përgëzoj autoritetet shqiptare për këtë rezultat të shkëlqyer. Tani duhet të shfrytëzojmë këtë mundësi unike në procesin e negociatave të antarësimit pasi po hym në një fazë vendimtare. Është një fazë ku në fakt do testohet vullneti dhe aftësia e Shqipërisë për t'u parafruar me standardet dhe legjislacionin e BE-s. Paralelisht, Shqipëria ka bërë përparim të ndjeshëm në zbatimin e agjendës të reformave dhe të rritjes në kuadër të planit të rritjes së BE-s për Ballkanin Perëndimor, duke përmbushur 21 masa reformuese ndërmjet dhjetor 2024 dhe qershor 2025, një rezultat i shkëlqyer që bëri që Komisioni Evropian të disbursojë 99.3 milionë euro për Shqipërinë, një tregues i prekshëm i angazhimit të BE-s për të stimuluar më tej ritmin e reformave të shpejta në Shqipëri, sepse, siç konfirmoi dhe presidentja von der Leyen gjatë vizitës së saj të fundit në Tiranë, kjo është dhe arsyeja se pse ne jemi këtu. Komisioni Evropian është gati të mbështesë Shqipërinë çdo hap të rrugës së saj drejt realizimit të synimit ambicios për mbylljen e negociatave të antarësimit deri në fund të vitit 2027. Ambasadori i BE-s veçoi edhe arritjet e strukturës së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, si dhe nismat e ndërmarra në legjislacionin për të drejtat e njeriut. Raporti vlerëson se Shqipëria është e përgatitur në formë të moderuar dhe ka bërë përparim në luftën kundër korrupsionit, veçanërisht fal konsolidimit të mëtejshëm të rezultateve pozitive të SPAK dhe krijimit të një bilanci apo historiku konkret në hetimin e korrupsionit të nivelit lartë. Gjithashtu, raporti vëren miratimin e strategjisë antikorrupsion 2024-2030. Megjithatë, korrupsioni mbetet i përhapur në sektor të ndjeshëm, të cilat ndikojnë sferat publike dhe private, dhe deri më tash përpjekjet parandaluese kanë patur vetëm ndikim të kufizuar. Pra, nevojitet më shumë ecuri në lidhje me transparencën dhe efikasitetin në kontrollin e deklarimit të pasurive. Përfaqësuesi i delegacionit të Bashkimit Evropian në Tiranë, ambasadori Gonzato, deklaroi ndërkohë se në raport theksohet nevoja për të dekriminalizuar shpifjen dhe për të siguruar të drejtat e gazetarëve dhe sigurinë e tyre fizike. Një fushë e rëndësishme është liria e shprehjes. Është bërë përparim, por i kufizuar. Edhe për lirinë e medias, ne kemi nisur dialogun me Fakultetin e Gazetarisë dhe aktorë të shoqërisë civile. Kemi punuar së bashku, ky bashkëpunim ka qenë pozitiv, por shpifja ende nuk është dekriminalizuar dhe nevojiten akoma me shumë nisma për të drejtat e gazetarëve dhe sigurinë e tyre. Kryeministri Edi Rama gjatë fjalës së tij vlerësoi se ashtu siç thuhej në raport progres, Shqipëria do të mbyll negociatat e antarësimit në vitin 2027, ndërsa kujtoi se poshtrimi që disa vende të BE-s i bënin Shqipërisë u shfrytëzua nga negociatorët të përparonin dhe të hapnin në kohë rekord 5 grup kapituj nga 6 të tilla që ka i gjithë procesi i negociatave. Kjo ka ardhur si rezultat një fakti që unë dëshiroj ta risjell në vëmendjen e gjithëve. Në vitet e poshtrimit, siç unë i quaj, dhe do t'i quaj gjithmonë, ato vitet kur na jepte Kadiu, po na e refuzonte Aliu, do me thënë kur komisioni rekomandonte hapjen e negociatave dhe për shkak të 1, 2, 3 vendeve Këshilli nuk arrinte dot t'i hapte negociatat me Shqipërinë, ne kemi bërë eksaktësisht atë që e kam përsëritur aso kohë. Jemi përgatitur për ditën kur negociatat do të hapeshin. Dhe kemi punuar njësoj sikur të ishin hapur. Dhe për këtë arsye, grupi ynë negociator ka shkëlqyer në këtë proces, sepse nuk ka vajtur në tryezën e negociatave për të mësuar aty se çfarë do të bëj, por ka qenë i mirë stërvitur gjatë epokës 3 vjeçare të poshtrimit të Shqipërisë. Progres raporti për Shqipërinë, një dokument prej 92 faqesh, ju dorëzua sot qeverisë dhe institucioneve të saj, nga e cila pritet të punohet mbi rekomandimet e dhëna nga